Jemi në zemër të Ballkanit, në pranverën e 1999-s, dhe një popull po zhdukej nga shtëpitë e veta. Në vetëm pak javë, gati 1 milion shqiptarë të Kosovës u detyruan të largohen, jo sepse po ilnin nga lufta, por sepse po dëboheshin. Në 24 mars të 1999-s, kur NATO nisi bombardimet, forcat serbe zbatojnë një strategji të ndryshme në Kosovë, ato të dëbimit të shqiptarëve nga shtëpitë e tyre. Policia hynte lagj më lagje dhe familjeve u jepej vetëm pak minuta kohë për t'u larguar. Para largimit, dokumentat e identifikimit konfiskoheshin, një praktikë e dokumentuar nga OSBE-ja dhe Human Rights Watch. Ky detaj është thelbësor, sepse pa dokumente, kthimi ishte ligjërisht i pasigurt. Nga lindja e Kosovës, trena të mbushur me njerëz niseshin drejt kufirit të Bllacës. Vonë, para tribunalit ndërkombëtar, këto do të quhen trenat e deportimit. Por 4 ditë, nga data 1 deri në 4 prill të 99-s, kufiri është mbyllur të paktën 3 herë, duke krijuar krizën humanitare të Bllacës me rreth 65.000 njerëz në kushte ekstreme. Në total, Maqedonia grumbulloi më shumë se 340.000 refugjat kosovar në 2 muajt e fundit. Në perëndim është një tjetër rrugë. Nga ana e Prizrenit, kolonat në të gjitha vendin përshkojnë rrugën drejt kufirit shqiptar të Morinës, shpesh në këmbë ose me traktor. Shumica hyn në Shqipëri nga kjo pikë dhe mbërrin në Kukës, një qytet i vogël me 28.000 banor. Në ato ditë ai ka parë më shumë se 100.000 refugjat shqiptar, të cilët ishin të mirëpritur në çdo shtëpi. Sipas Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara, për refugjatët gati 2 kate strehoheshin nga familje shqiptare ose në ndërtesa të improvizuara, ndërsa kampet ishin vetëm pika tranziti. Nga ana serbe, në kufi, refugjatët shtyheshin pa dokumenta, që të mos ktheheshin më kurrë. Nga ana maqedonse, mungesa e dokumentave përdorej për të ndaluar ose vonuar hyrjen, ndërsa nga ana shqiptare nuk ka pasur kontrolle. Ka pasur më shumë regjistrime për ndihmë dhe solidaritet, dhe në një tjetër fazë, mbi 90.000 refugjat evakuohen dhe me aviona drejtohen drejt 30 vendeve perëndimore. Ndërsa për sa i përket bilancit, kemi rreth 900.000 shqiptar të Kosovës të dëbuar, 440.000 shqiptar drejt Shqipërisë, 340.000 drejt Maqedonisë dhe qindra mijëra të tjerë drejt Malit të Zi. Nuk ishte një kaos, nuk ishte një aksident. Flasim për një politikë dhe një strategji të spastrimit etnik. Pyetja që lind sot është, si ka mundësi që kjo katastrofë humanitare, me këtë zhvendosje me forcë të gati 1 milion njerëzve, nuk ka sjell ende një dënim përfundimtar për përgjegjësit kryesor, dhe pse deri më sot nuk ekziston ende një projekt ligj për njohjen e gjenocidit dhe spastrimit etnik në Parlamentin e Shqipërisë.